gjykimit gjykos organeve me i përpunu ato dhe me i bë dispozita kushtetuese. Po, e para. Organe qendrore, do të thotë, e para. E dyta është çështja, do të thotë, e formimit të Bashkisë Komunave Serbe ose autonomisë politiko-territoriale serbe. Unë mendoj që më mirë është me ndru kushtetutën dhe me kur të fillon implementimi, me vu bazën, me kontrollu, me caktu pikat e kuqe kushtetuese, se sa me lon gjendjen, për shembull, ju e dini statuti i Bashkisë Komunave Serbe parashe arbitrazh. Dhe ajo nuk kupton që është gjykatë kushtetuese, sa i përket asaj autonomie. Gjykata kushtetuese nuk ka punë, vetëm e ka me këshyr statutin. Pas që ta kryjë statutin, pasandej gjykata kushtetuese nuk ka punë më aty. Mi ndryshu kushtetutën përpara, edhe te kom qartë, profesor, mi ndryshu kushtetutën përpara? Jo, ti mas pare ke detyrim ndërkombëtar. Detyrim ndërkombëtar. Në biseda e sipër, unë mendoj që është më mirë tash me diskutu që edhe sërt lokal, që duhet 2/3 e 2 fishta, do të thotë me bë ta zëmë një kapitull për këtë çështje me integru në randin kushtetues dhe mos më lënë me dal jashtë, sepse po nuk u bë ajo. Interpretimi siç bëhet për aty arbitrazhi, ai krijon edhe ka me kriju. Dhe është krijuar një rand kushtetues paralel, ne i thëmë kushtetut materiale. Unë tash i botohet për një muj, gati është në redaktim gjysor anglisht, librim i ri në Vjenë botohet për kushtetutën materiale në rastin konkret në lidhje me dialogun dhe me asi, dhe unë këto i kam shkru edhe në Shqip, kam 2023 për kundës mundjes që kam pas jodin, kam qenë mjaft prezent për drejtim, dhe ma mirë është me sankcionu atë, me avu themeli dhe mos me lanë me lëviz, se sa do të thotë me leju që një arbitraj i cili thuhet që është i përkashëm jodini, edhe për gjykatën në Hagë, unë e pej fillimi e kam ditë që ajo nuk e ka 5 vjetë, si që është interpretu këtu pej shumë kuj të komunitetit juridik, unë e mi bindu që aj arbitraj nuk është i përkashëm si që thuhet aty në... Ju e shuhet një sistem tjetër paralel të kushtetutës material. Profesor, për më kthy të çështjet e tjera, cila është shkelja më flagrante që është bën Kosovë që konsideroni që ka dhënë si verdikt gjykata kushtetuese? Prej kohës si një, si profesor, si ligjërues, si shkritari i gjykatës, prej pavarësisë së kënej. Po, është sigurisht shkelja e presidentit Sejdiu, do të shkelja kushtetuese ka bën. Shkelja me ran kushtetuese. Pas i diskutojmë, sepse roli dhe pozita shefit shtetit Joshini çdo herë ka qenë dhe është jashtëzakonisht e rëndësishme me ushtru sipas kushtetutës. Edhe sot ju e keni për shembull çdo gjë që sot shumë s'keni politike, prapë për ka dera shefit shtetit, presidentës Osmani kalon. Dhe roli saj është krucial. Tash aja ka ma letë sepse ka një gjykim gjykos kushtetuese në rastin Hoti, edhe do të thotë nuk tash përpara ka mujt me u bloku në ndëgjej të shitojnë. Pyetja e radhës të kjo. Davis do të më marr përgjigjen cila është me shkelja, edhe te kurtha dhe te kalkulimet kushtetuese të cilat do sillen. Profesor, ju thatë shkeljen më antronë që konsiderohet të shkelja i presidentit Sejdiu. Jo, unë që e konsideroj, ka po gjykata. Informës prerë do të thotë që edhe do të thotë masandej shoqëria përgjithsisht organet tjera kanë qenë të butë ndaj ti dhe është që si ka takuar gjykatës kushtetuese do të thotë. Prej pas përfundimit të zgjedhjeve, ju kemi pa në procedurën televizive ke dhënë pozicionin qendrimit për pritshmëritë të zgjedhjeve, zgjedhjet, rezultatet e krejt. Kemi ardhur drejt një ngërsi. Ngërsi është i tillë. Partia e parë, e cila fituese e zgjedhjeve, e ka të pamundën, dje u deklaru zyrtarisht që e kanë pamundën për me bojë qeverinë. Për gjitha pjesët e tjera procedurale, ka precedent të vendim gjykatës kushtetuese në të kalumen edhe i cili merret si shembull për me zgjidh problemin. Çështja e ngërsit, që është frika të opozitas, që mund të ndalohet procesi me anë të dyti, është mungesa një vendimi ose një parashikimi të caktuar në afatit kohor sa ditë mundet me prit partia shumicës për me bë kryeparlamentarin. A është klesh ka cilën ka me përdorë zoti Kurti? A ka zgjidhje për këtë pjesë? S'ka hapësinë për me manipulu, ashtu duket, por nuk është ashtu. Që të them unë. Okej. Cila është kjo është frika, kjo është klesh, ka si frika e opozitës së njerëzve? Ne në gjykim për vlanin kem përdor shprehen fitues absolut dhe relativ, sepse ashtu është sistemi zgjedhor, ashtu është kushtetuta. Masë në rastin Hoti është përdor shpreha fituesi zgjedhjeve që është keq kuptuar këtu pastaj edhe është interpretuar në sistemin çfarë jemi ne, nuk ka fitues zgjedhje, ka fitues absolut dhe fitues relativ të zgjedhjeve. Kurti dy, do të thotë qeveria që shkoj,
nuk ka qenë fitus relativ, nuk fitus absolut i zgjedhën kuptim kushtetues është kur i fiton ti 50+1 të deputetëve. A kupton? Kjo është fitus absolut. Sepse çashtu zgjedhet me çato vota zgjedhet qeveria. Dhe tash atëherë kishte vullnet me i thonë pakicave shqiptare, shkoni, edhe me kriju gjendjen siç është kriju. Tash ka ardhur në një situatë që mas pari gërçi për kryetar të vendit nuk mundet, për shkak se çdo 48 orë mas pari duhet më mbledh ata non stop deri të zgjedhë kryetari. I sjella e mon, i sjell prapë. Kjo normë është mirë që është kriju sepse ju dini atë gjykata ka pas bllokuar kur u zgjedh Isa Mustafa, ne patëm është bllokuar. E dyta, sa për këtë kësaj tjetër se ekziston për rastin hoti gjykimi, shkela të cilët ka sankcione kushtetuese për shefin e shtetit dhe do të thotë të zoni Osmani mund të marrë pozitë keq nëse në një mënyrë ose tjetër ekziston është përfundon çështja në gjykatë prej. Profesor, po duhet të sqaru pjesën e parë te ky parlamentari. Nuk ka afat kohor. Jo ka. Do të thotë çdo 48 orë, si të fillon seanca, fillon me 30 ditë duhet. Kjo është saktu pas subetit, na mata smot. Ky visi sjell deputet. Njëtit njerëz vazhdon. Mrena 48 orë ka duhet të mbledh ditë lodhën, ditë e bojnë ato. S'kan çfarë. Po, për aspekt është ky e bën. Zotin ku ti dim. I visi parcial, i kryen 42 deputet, janë nis para prej fillimit, S'monet ashtu sepse vendimi për ndërprerje të seancës stazom, ajo është vendimi ku vendit e çon opozita, në moment që t'japet betimi, ata janë deputet që mund ta ushtrojnë një pjesë të funksioneve. Funksioni legislativ s'mundën pa u formu, ne kemi thonë në rastin Vlan, pa u bë kryesia ku vendit, do të thotë pa u zgjedhur kryetari dhe kryesia, kurse funksionin mas betimit e ushtron si deputet për çështjet që thotë 10 më shumë deputet që nuk kupton, mund ta dërgojnë çështjen në gjykatë kushtetuese. Mund ta dërgojmë me herë. E dërgojnë dhe do të thotë edhe i thonë a ka fat as ka. Po s'ka nëse gjykata kushtetuese e banon, sikur çështën e vetingut të tjerë. Raste shikos s'ka. Këto në rast emergjent. Raste emergjent nuk. Nëse më vanu këtu s'ka. Arsye me vonu, ato mund t'i vanu afat raste që s'kan afat. Ta zonë kohën kur kam qenë kryetar, certifikimi i zgjedhjeve s'ka mujt më bëu pa dhënë leje gjykata kushtetuese. Tash ai ne nuk jek në ligj dhe tash ajo vazhdon, ka pas raste përpara deri në 2 vjet, për 1 vjet e diçka ka vazhduar cili rast.